Një 36 vjeçar shqiptar është arrestuar në Itali si pjesë e një operacioni antidroge. Sipas hetuesve, prokuroria antimafia e Barit e ka konsideruar Shaban Shimën si organizatori kryesor i një rrjeti të strukturuar të trafikut të kokainës dhe hashashit në Itali. Operacioni çoi në arrestimin e 24 personave të akuzuar për trafik të organizuar të lëndëve narkotike, ndërsa numri i përgjithshëm i të hetuarve është 35. Sipas dosjes hetimore, rrjeti i drejtuar nga Shima ishte në gjendje të shpërndante deri në 40.000 doza drogë në muaj, me fitime që arrinin deri në 200.000 euro. Droga furnizohej dhe shpërndahej përmes një organizimi të qëndrueshëm, me role të ndara dhe kanale të sigurta transporti. Takimet dhe bisedimet për trafikun e drogës zhvilloheshin në një klub të konsideruar nga hetuesit si pikë referimi të klanit të drogës. Me vendim të gjyqtares nga hetimet paraprake, urdhërua burgimi për 19 persona dhe arrest shtëpiak për 5 të tjerë. Gjatë hetimeve u zbulua përdorimi i automjeteve me ndarje të fsheta, telefonave të koduar dhe kanaleve të konsoliduara për transferimin e parave drejt Shqipërisë. Në një rast u sekuestruan 40.000 euro cash. Autoritetet dokumentuan gjithashtu një sekuestrim prej 2 kilogramësh kokainë me origjinë nga Bolivia, duke konfirmuar nivelin e lartë të organizimit dhe cilësisë së lëndës narkotike të trafikuar.